Një nga momentet më të forta emocionalisht shpërtheu në shtëpinë e Big Brother, kur Ploti humbi kontrollin dhe ju drejtua Benitës me zë të lartë, mes nervash dhe shgënjimit të akumuluar. Përballë saj dhe banorëve të tjerë, ai shpërtheu: "Pse më ke tradhtuar me Tonin?" Zëri i tij ushtoi në gjithë shtëpinë, duke ngrirë për disa sekonda çdo lëvizje dhe çdo bisedë tjetër. Ploti ishte i skuqur në fytyrë, me sytë plot mllef dhe dhimbje. Nuk ishte thjesht xhelozi, por ndjenja se ishte përdorur dhe se diçka ishte bërë pas shpine. Ai vazhdoi me akuza edhe më të forta: "Edhe këtë e ke bërë, edhe Tonin e ke futur në mes. Nuk të mjaftoi çka bëm ne?" Fjalët e tij dolën pa filtr, të ngarkuara emocionalisht, duke treguar se për të kjo situatë kishte kaluar kufijtë e lojës. Benita mbeti për disa çaste e heshtur, e befasuar nga shpërthimi i Klodit dhe nga mënyra se si u ekspozua situata para të gjithëve. Ajo u përpoq të mbrojë, duke thënë se gjithçka po interpretohej gabim dhe se nuk kishte tradhti, por tensioni tashmë ishte ndezur. Çdo fjalë e saj dukej sikur i hidhte më shumë benzinë zjarrit, sepse Klodi nuk ishte gati të dëgjonte justifikime në atë moment. Toni, i përmendur drejt për drejt në debat, u gjen në një pozitë të vështirë. Ai tentoi të tërhiqej, duke thënë se nuk kishte bërë asgjë të keqe dhe se nuk donte të ishte pjesë e një konflikti që nuk i takonte. Megjithatë, prania e tij vetëm sa e rriti nervozizmin e Klodit, i cili e pa situatën si një provë të asaj që e kishte dyshuar prej kohësh. Banorët e tjerë u mblodhen rreth tyre, disa duke u përpjekur ta qetësonin Klodin, të tjerë duke tërhequr Benitën më njanë. Atmosfera u bë e rëndë, plot tension dhe emocione të forta. Ishte një nga ato momente kur Big Brother pushon së qeni lojë dhe shndërrohet në një arenë ndjenjash reale, ku xhelozia, shgënjimi dhe krenaria përplasen pa mëshirë. Klodi vazhdoi të shprehte dhimbjen e tij, duke thënë se nuk e meritonte këtë trajtim dhe se ndjehej i poshtëruar. Për të, kjo nuk ishte